Cila është vlera më e madhe që ka një gur I vjetër? Ai gur ose monument mban mbi supet e tij gjithë historinë që ka kalu. Gjithë historinë. Edhe aty ke ky gur është historia e këtij elementi, por historia e gjithë kombit. Si do e karakterizonit veten? Jeni më I pasur apo më I varfër sot shpirtërisht për sa I përket arkitekturës? Shpirtërisht jam më I pasur, sepse jo vetëm eksperienca shqiptare, italiane që kom qenë, edhe këtu në Kanada, Toronto, me fjalë më ka dhënë mundësi që të shoh dhe diferencat, të shoh dhe ndryshimet, të shoh anët e mira, të shoh dhe mangësitë, me fjalë më ka kompletu. Nëse do ta përkufizonit Shqipërinë me një ndërtesë, cila do të ishte ajo? Unë dëshiroj që Shqipërinë ta simbolizoj me një ndërtesë të bukur, por themelet duhet t'i ketë të shëndosha. Duhet shumë kujdes që themelet t'i bëhen me shumë kujdes të forta edhe të shëndetshme. Çfarë këshilla do jepnit për një të ri I cili do të hyjë botës së arkitekturës? Unë ja rekomandoj çdo të riu arkitekturën, sepse nëpërmjet arkitekturës ai zhvillon jo vetëm veten, por jep dhe një kontribut për zhvillimin e kombit. Cili është ai vend në Kanada që ju frymëzon, po them njësoj si një monument në Shqipëri, monument kulture në Shqipëri? Unë kom parë shumë këtu në Kanada, por një monument shumë I rëndësishëm që më ka bërë shumë përshtypje është Parlamenti Kanadez në Ottawa. Një ndërtesë e mrekullueshme, me arkitekturë natyrisht tradicionale, por dhe një realizim perfekt, edhe një ndërtim madhështor, që nderon jo Kanadan, por është edhe mbi përmasa botërore. Zoti Lazimi, ju keni lindur dhe jeni rritur profesionalisht, po them në një periudhë kur arkitektura ishte jo vetëm identitet, por edhe mbijetesë. Si kanë qenë hapat e para drejt këtij rrugtimi? Unë arkitekturën e kom pas dëshirë. Dëshira ishte tjetër dhe mundësia ishte tjetër. Por, më doli e drejta studimit për të vazhduar inxhinierin. Edhe inxhinieria kishte edhe kushte që të bëje kurs edhe për arkitekturë. Edhe në pak 2 vjet, o 2-3 vjet bëra edhe kursin, edhe në fund fare bëra edhe testin edhe fitova arkitekturën. Me fjalë, dekën e fakultetit në Universitetin Politeknik Tiranës për arkitekturë. Natyrisht kisha dëshirë edhe mu realizu kjo dëshirë. Tani, gjatë zhvillimit të kursit dhe shkollës, në fund të mbarimit të studimeve, ne zakonisht bënim një praktikë mësimore 1 mujore në këto qendrat historike, monumentet. Edhe unë zgjodha Gjirokastrën. Edhe natyrisht shkuam atje në Gjirokastër, edhe punova atje unë një kohë 2-3 javë, me vizatime, me kështu. Ndërkohë, e kam fjalën që unë bëra shkollën, por drejtimin që morë për trashëgiminë kulturore ishte një rastësi, që edhe mua dhe më pëlqente, po më erdhi nuk e di nga më erdhi ka e mirë. Rastësia është mbreti gjithçka, jeton. Edhe erdhi një ekspedit nga Instituti Monumenteve të Kulturës, që unë me thënë të vërtetën nuk e dija ku isha në shkollë, sepse edhe shkolla jonë, universiteti I përgatiste arkitektët për ndërtimet e reja, jo për trashëgimin pak njohuri jepte. Pavarësisht se tani së fundi janë fut programe për trashëgimin. Edhe erdhi ekspedita, më panë ato vizatimin që kisha bën, edhe për koincidencë, ekspedita ishte 7 veta, ishte edhe Aleksandr Meksi, ishte përgjegjësi kësaj ekspedite, që merreshin me monumentet, me objektet e kultit, kishat.
Edhe më thanë mu, nësi pa vizatjerë, më thanë që a do vish me ne, të shkojmë ke këto monumentet, do t'i rilevojmë, t'i studiojmë, hajde edhe ti. Edhe unë me kënaqësi shkova. Mi thënë, kjo ishte hapi parë që mora drejtimin e trashëgimisë arkitektonike. Edhe mas i shkova atje, u bo ekspedita, kjo kështë qenë një fatmirësi për mu, sepse pastaj, nëpërmjet punës që bërë atje, ato më vlerësun edhe ma qunë emrin në fakultet për të më emru në Institut Monumenteve të Kulturës. Kjo ishte drejtimi. A ju kujtohet momenti i parë që keni parë një ndërtesë historike në aspektin e arkitekturës, po them, edhe aty keni ndier që ky do të ishte rrugtimi juaj, pra që jeni dashuruar me këtë. Dhe nëse ju kujtohet cila ka qenë kjo ndërtesë? Ballavëqimi i parë ka qenë Gjirokastra. Kur zbrita nga autobusi që shkova në Gjirokastër, më duk si një fjalë Gjirokastra, më duk si një kështjellë. Mi fjalë çdo gjë me gur, nga rrugët, mbulesa e gjithë. Kjo më impresionoi shumë. Edhe më la përshtypje, edhe më krijoi dëshirën që unë kisha dëshirë të madhe të merresha me trajtimin e kësaj trashëgimie. Edhe mu realizu kjo dëshirë. Ju keni punuar për dekada me monumentet e kulturës në Shqipëri. Cili është ai projekt, po them, që ka lënë më shumë gjurmë tek ju? Tani unë në institut jem marrë me restaurimin dhe studimin në sektorin e qendrave historike dhe ndërtimeve popullore. Edhe natyrisht për këtë sektor unë kam hartu projekte, studime, kështu. Por një projekt që më kam bet që kam lanë gjurmë dhe që kam bë me shumë dëshirë është Memoriali Skënderbeut. Memoriali Skënderbeut në Lezhë. Mi fjalë një institut kishte 2-3 vjetë që bëheshin studime për të hartu projektin e Memorialit Skënderbeut. Mi fjalë kisha e shënkollet që është në Lezhë, me profesorët që ishin aty, kishin 2-3 vjetë që merreshin për ta rikonstruktu, për ta bërë, edhe po arrinte përfundimi i marrimit projektit. Natyrisht, ato drejtuesit institutit, drejtori më tha, unë isha i ri, në fakt, kisha 2-3 vjetë që kisha marru. Më tha, na bëjtë ti një skicë, si e mendon ti që mund të bëhet Memoriali Skënderbeut. Natyrisht, projekti tjetër vazhdonte, edhe i bëra skicat. Ditën që shkova në ministri që do miratoheshte projekti që ato kishin kohë që punonin, u paraqiten dhe skicat e mia. Edhe me thënë të vërtetën, aty ishte përveç funksionarëve politik, ishte dhe drejtori i Akademisë së Shkencave, Alex Buda, edhe Odise Paskalin, në atë grupin e vlerësimit. Edhe ato të dy, sidomos Alex Buda, profesor Alex Buda, e pa ato skicat, edhe meti për një moment u shtang. Tha, ato kishin 2-3 vjetë që merreshin me projektin tjetër për ta vlerësuar. Tha, për mendimin tim, tha, kjo do jetë zgjidhja për Memorialin e Skënderbeut. Edhe kjo zgjidhje na lumturon edhe ne, po do të lumturoj të gjithë vizitorët edhe specialistët për këtë. Cilat ishin emocionet që patët në atë moment, apo ju jepe një përgjegjësi shumë e madhe? Edhe me thënë të vërtetën, unë nuk isha në tavolinë aty ku bësha, më i tërhek, unë më erdhi shumë më një kënaqësi e madhe që u meratu ky projekt. Edhe që nga ajo ditë vazhdoi studimi, vazhdon 3-4 vjetë, derisa ai projekt u mbaroi dhe u vu në jetë. Ju aty keni bashkëpunuar me Odise Paskalin. Si ka qenë bashkëpunimi me të, edhe çfarë keni ndonjë mbres ose ndonjë kujtim që mund ta ndajmë? Shiko, edhe Alex Buda, edhe Odise Paskali ishin personalitete shkencore që gjatë gjithë jetës tyre janë marrë me figurën e Skënderbeut. Me studimin
e figurës Skënderbeut, historinë, edhe Odise Paskali në aspektin e skulpturave. Të dy ishin edhe ky projekt për ato ishte edhe një mbështetje dhe për aktivitetin që kishin bërë gjatë gjithë jetës. Edhe ishin shumë të interesu. Ato vinin vazhdimisht, Odise Paskali vinte në institut për ditë, më shifte mu të punu aty dhe kënaqeshte. Edhe natyrisht bënte edhe në i vretje, në i sugjerim, kurse profesor Alex Buda më thriste vazhdimisht në Akademi të Shkencave, edhe më thonte edhe këte, po çdo pengesë që të kesh, drejtoju tek mu dhe do t'i zgjidhim. Dhe ashtu u bë. Mi filmen fal ndihmës së tyre, sidomos Stalin, projekti u realizu 100%. Mi fjalë, ka ngjarje ndryshme, por kjo ishte esenca. Çfarë emocionesh keni kur e vizitoni pas kaq kohësh atë punë tuajën? Çfarë ndjeni? Puna e projektit është që vullën e vend dhe marrimi i projektit edhe vizitueshmëria. Mi fjalë, çfarë mbresash lën tek vizitorët monumenti. Me sa di unë, ai projekt mi fjalë ka lanë mbresa të mira të gjithë vizitorët që e vizitojnë, që shikojnë edhe nga Shqipëria, por dhe jashtë Shqipërisë, të gjithë mbeten të kënaqur, sepse në fundit për Skënderbeun, heroi tonë kombëtar, më në fund u bë një projekt dinjitos, i cili nderon edhe heroin, nderon dhe Shqipërinë. A ka sot student të rinj ose studiues që ju kontaktojnë nëse duan që ta studiojnë atë memorial apo të merren me restaurimin atij, pra që të kërkojnë mendimin tuaj? Unë gjatë kohës që isha në Shqipëri, jepja mësim dhe në universitet. Edhe natyrisht jepsha lëndën e monumenteve, e restaurimit. Edhe shumë nga këto studentë që kam pasur aty në universitet, shumë nga këto mbaj dhe lidhje ato, edhe në Shqipëri, po ka dhe këtu në Kanada që kanë ardhur këto studentë. Edhe vazhdimisht shkëmbejmë në fjalë ato faqet tona sociale, shkëmbejmë mendime për shumë monumente, mi fjalë çfarë qëndrimi i drejta jo, kështu që puna e bashkëpunimit me studentët është një punë shumë fullëdhënëse dhe ndihmon shumë edhe për mbarvajtjen e punës së tyre në të ardhmen. Ju përmendët Kanadan edhe pas shumë vite pune në Shqipëri, ju vendosët të emigroni drejt Kanadas. Çfarë ju shtyti që ta merrnit këtë vendim në një moshë kur shumë njerëz duan të shijojnë pensionin, po e them, ose duan të kenë atë qetësinë e tyre? Ju filluat një aventurë të re. Unë me thënë vërtet kam qenë dhe në Itali. Në Itali kam bërë një vit studime për këtë fushë, edhe mbas studimeve dhe kam ndejt 3-4 vjet tjera. Edhe nuk e kisha ndërmend që të largohesha nga Shqipëria. Por këtu për Kanadan, djali i madh që kisha këtu, që shkoi në Amerikë fillimisht, bëri shkollë atje dhe u kthye këtu, ai më sugjeroi, tha, hajdeni këtu, tha, ju të shidolni në pension, edhe kaloni këtu, mas pensionin kaloni jetën këtu në Kanada. Edhe natyrisht edhe me pëlqimin e të gjithë anëtarëve të familjes, gruas, djalit tjetër e gjithë, vendosëm ta provojmë edhe erdhëm këtu në Kanada. Natyrisht Kanadaja është një vend shumë i mirë, i mrekullueshëm. Edhe të ofron mundësi edhe për të jetu, edhe për të punu me dinjitet, mi fel, por duhet punë. Edhe erdhëm, edhe akoma jemi këtu dhe do vazhdojnë të rrimë këtu në Kanada. Por Shqipëri nuk e harrojmë. Pra, a ju mungon ajo aroma e gurit të vjetër, qyteti historik? Patjetër, Shqipëria, sidomos mosha tonë, me trup jemi këtu, por mendjen e kemi atje. Edhe murojmë që Shqipëria të eci gjithmonë përpara, edhe të zhvillohet, të bëhet, edhe jemi shumë të kënaqur kur i gjejmë fjalë mira nga Shqipëria. Si e ruani marrëdhënien, po them, me trashëgimin kulturore shqiptare në një vend si Kanadaja që ka një dimension të gjerë kulturash dhe trashëgimisë? Kanadaja në aspektin e trashëgimisë
të paktën sa kom pa unë, sa shikoj, ka mi fjalë ruan një respekt edhe një me rigorozitet i respekton kriteret e ruajtjes monumenteve të kulturës. Për shembull, japë këtë qendrën e downtown. Unë e kam vizitu disa herë, kam pa, aty nga larg duken ndërtime, ndërtohen nga daçele, por ato ruajnë me fanatizëm edhe trashëgimin kulturore. Ndërtesat që kanë vlera arkitektonike nuk i prishin. Përkundazi i restaurojnë edhe mundohen t'i harmonizojnë me ndërtimet e reja. Mi fjalë, kjo është një kriter shumë i rëndësishëm që fatkeqësisht në Shqipëri, me sa di unë, nuk gjen zbatim të plot. Mi fjalë ka marrë prioritet ndërtimet e reja, edhe ndërtimet e trashëguara nuk ruhen si duhet, edhe nuk harmonizohen me ndërtimet e reja. Duke qenë se populli shqiptar ka patur në strukturën e ndërtimit të banesave të tyre, ka patur Odën e Miqve, ju para disa vitesh keni publikuar një libër, Banesa, Oda e Miqve. Çfarë ju shtyti që ta publikonit këtë libër, ta botonit këtë libër? Ishin interesat apo po them kujtimet tuaja profesionale apo personale që ju nxitën që të Ato ishin të kombinuara. Ishte ana profesionale para. Unë atë studime kam bërë për të mbrojtur dezoderacionin, për titullin shkencor, doktor i shkencave, edhe ishte profesioni, por ishte edhe pasioni për të hyrë brenda në arkitekturën popullore, në ndërtesat karakteristike, për të parë mënyrën e jetesës, si jetonin familjet, funksionin e këtyre, edhe mbi të gjitha ishin elementet arkitektonik. Mi fjalë, trashëgimia arkitektonike shqiptare me kalimin e vitet vjetërsohet, edhe mund të prishet. Kurse studimi mbetet gjithmonë, edhe i shërben dhe të ardhmes. Me atë libër, por edhe në përgjithësi me hapësirën e ndërtimit në familjet shqiptare të dikurshme, mënyra se si ishte ndërtuar kjo hapësirë ndërtimi tregonte shumë për marrëdhëniet njerëzore që kishim ne me njëri tjetrin, me mikun, me shokun, me të afërmin që ftonim në shtëpi. Sa ka ndryshuar sot ky realitet në familjen shqiptare, po them? Sa rëndësi kushtojmë ne kësaj hapësire që në një farë mënyrë na identifikonte me marrëdhënie? Tani arkitektura popullore shqiptare, këto mi fjalë banesat në këto qytetet, qendrat historike, që duhet të nënvizoj të dy qendrat historike, Berati dhe Gjirokastra, tashmë janë dhe pasuri botërore. Mbrohen edhe nga UNESCO. Edhe kjo nuk është pak për Shqipërinë. Mi fjalë, është një vlerësim i madh që është bërë trashëgimisë kulturore shqiptare nga organizmat ndërkombëtare, UNESCO. Edhe natyrisht, kjo arkitekturë përfaqëson dhe mënyrën e jetesës të asaj kohe. Mi fjalë, mirë po, tani kohët moderne kanë ndryshuar kohët. Nuk mund të ato banesat... Ja këtu të këto kohët moderne dua, në qoftë se do ta riskicoje, rimodeloje, po them, Odën e Miqve shqiptar, si do ta bëja sot në Tiranën moderne, në Shqipërinë moderne që kemi? Edhe nga këndvështrimi ose opinioni që ke marrë në Toronto? Ky studim që kam bërë, për mendimin tim, natyrisht ashtu shablon dhomën e vjetër nuk mund ta fuzish në kohët moderne. Por elementet arkitektonik që pasurojnë këtë ambient, këto element mund të stilizohen edhe mund të përdoren edhe për arkitekturën moderne. I përdor gjithë bota këto. Bile edhe arkitektët botëror, Corbusier e tjerë, kur projektonin në vendet ndryshme projektet, në radhë të parë studionin arkitekturën kombëtare të atyre shteteve. Edhe mundoheshin që këte arkitekturë kombëtare
Natyrisht nuk do e futëshin shablon, por në formë shumë të stilizuar ta futin dhe ndërtimet e reja. Edhe kjo arkitekturë e tillë, moderne, me element nga arkitektura kombëtare, mbetet një arkitekturë e përjetshme. Sepse ruan kohën e sotme moderne edhe trashëgimin kulturore, e pasqyrin njëkohësisht në të dyja. Ka plot shembuj, me fjalë në shumë shtete të botës që, për shembull, edhe kjo arkitektura arabe, po të shikosh arkitekturën arabe moderne, duken elementet e arkitekturës vjetër. Po. Ju keni punuar edhe për zonifikimin historik të qendrës Tiranës. Si mendoni sot, sa të ndërgjegjshme janë institucionet për çdo vlerë ose histori që po humbasim ditë ditës? Këtë qendrën historike të Tiranës, natyrisht ajo ka qenë pjesë e planit tim të punës, se unë me atë sektor kam punu gjithë kohën. Edhe e kam bërë me shumë dëshirë dhe me shumë qejf për Tiranën, sepse Tirana nuk, krahasim me qytetet tjera, nuk kishte një studim për këto që kishte monumentet veçanta. Edhe e bërë atë studimi, natyrisht aty në sektor, e diskutu me kështu. Mirë po, kur u diskutu në Këshillin Shkencor, kishte edhe pak kënaqësi. Sepse Tirana duhet të ruheshin gjithë ndërtimet e trashëguara nga e kaluara. Mi po piksinimi, me sa kuptojnë, ishte që duhet bëheshin ndërtime të reja më tepër. Edhe kjo, të ndërtimet e reja do bëheshin kuriz duke prish ndërtimet e vjetra. Pra, u bën një gabim. Kur kemi ndërhyrje pra edhe tek këto zonat historike, si quani këto ndërtime? Janë bërë në kuadër të evolimit, po them të modernizimit, apo thjesht na kanë çuar drejt shkatërrimit të vlerave kulturore që kemi patur? Shiko, qendrat historike, për shembull Tirana. Tirana do zhvilloheshte, patjetër. Nuk do rrinte Tirana ashtu, por ka kritere që krahas ndërtimeve të reja, kullave të gjitha, si që bëhet në Toronto, edhe kudo në shtetet tjera. Për shembull ti ke Italinë, Francën, Spanjën, qendrat e qyteteve në Itali, në Rom, edhe Paris, kudo, në Madrid, Barcelona, kudo, në Gjermani, qendrat e qyteteve nuk preken. Me fjalë, ruhen ato karakteristikat, ndërtimet e gjitha, e ato natyrisht restaurohen edhe rinovohen. Me fjalë, kultura perëndimore e trajtimit të qendrave historike duhet të respektojë në radhë të parë trashëgiminë kulturore. Natyrisht, edhe ndërtimet e reja do bëhen. Nëse sot do t'ju jepej mundësia që të restauronit një monument historik, kulturor, po them, në Shqipëri, cili do t'ishte ai që do kishit qejf që të restauronit edhe pse? Unë, dëshira ime ishte që në Tiranë, për shembull, ndërtimet karakteristike, ka pas ndërtime që i quajmë vila, ndërtime popullore, shumë me interes, të cilat janë degradu. Unë do kisha shumë dëshirë që këto ndërtime karakteristike të restaurohen. Natyrisht edhe të përdoren për kohën e sotme, të marrin dhe funksione restorante, hotele, muze, edhe të bëhen dhe të vizitueshme. Kjo do ishte një dëshirë që unë nuk pata mundësi ta realizoja. Çfarë ndjeni se nuk duaj që ta lëm kështu bisedën me pak pesimizëm, po them, po çfarë ndjeni kur shikoni që veprat tuaja vazhdojnë edhe i rezistojnë kohës? Pra çfarë kënaqësie keni brenda vetes? Për shembull, unë dhe natyrisht edhe kolegët e misës, Berati, Gjirokastra, të kanë marrë zhvillim me turizmin. Mi fjalë, plot vizitorë nga gjithë bota shkojnë në Gjirokastër, Berat. Edhe banesat, ndërtimet, që ne përpara i kemi studiuar, restauruar, këto të gjithë janë kthyer në hotele, restorante. Mi fjalë, qyteti tani ka marrë
Berati dhe Gjirokastra, qendrat historike dhe qytetet tjera kanë marrë zhvillim. Edhe kjo është edhe si pasojë e punës që kemi bërë ne gjatë shumë viteve për restaurimin e këtyre ndërtimeve moderne karakteristike. Edhe jemi shumë të kënaqur që puna jonë sot shpërblehet duke marrë funksione edhe bashkëkohore. Si do donit që të kujtoheshit, si arkitekt, si studiues, apo si një njeri që ndërtoi ura për të lidhur brezat me njëri tjetrin? Tani duke ruajtur trashëgiminë kulturore, trashëgimia kulturore edhe si mesazh për brezat e ardhshëm. Sepse tani thonë vlera arkitektonike dhe historike. Kjo shërben edhe si një mësim, edhe si ushqim për brezat e ardhshëm. Pa trashëgimi kulturore nuk ka këmbë. Ju jeni një njeri shumë aktiv dhe gjatë gjithë kohës jeni duke punuar, duke u marrë me diçka edhe pse jeni në moshën e pensionit. Me çfarë jeni duke u marrë aktualisht? Unë tani jem duke, në fakt e kom përgatit gjithë materialin për botimin e një libri gujit për memorialin e Skënderbeut, që do i shërbente shumë vizitorëve, studiusve, sepse shkojnë e vizitojnë memorialin dhe nuk din që është bërë. Edhe duhet mi fjalë mrena mundësive që edhe një ndihmë për të botu këte libër gujit për memorialin e Skënderbeut në Lezhë. Do të ishte një shërbim i madh që i bëheshte edhe kombit, sepse një hero kombëtar kemi ne dhe duhet që gjithë kjo punë që bë të reklamohet e dali libri. Të dokumentohet edhe të ngjelet. Edhe natyrisht mirë është jetë edhe në shqip edhe anglisht. Zoti Lazimi, ishte kënaqësi që ndave me ne të gjithë rrugtimin tënd jetësor dhe profesional. Faleminderit dhe ju.